Përshëndetje, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Atëherë për të gjitha ju goca që keni për herë të parë që po e klikoni këtë video dhe për herë të parë që po më shihni mua, atëherë unë quhem Silvia dhe ju ndodheni tek kanali im i YouTube-it. Për të gjitha ju goca që jeni rikthyer përsëri te kanali im, ju falenderoj shumë nga zemra. Mendoj se më në fund ka ardhur dimri dhe dua t'ju uroj një muaj sa më të mbar, duke qenë se jemi futur në muajin e nëntorit. Të realizoni të gjitha ato qëllime që keni vendosur vetes tuaj në fillim të muajit dhe shpresoj shumë që ky fundvit, pra nëntori dhe dhjetori, të jenë muajt më të bukur, duke qenë se është edhe atmosfera e Krishtlindjeve. Unë tani më duhet patjetër të shkoj të marr kafen time të mëngjesit që do marr te Starbucksi, duke qenë se më kishin varur kapsulat e kafes në shtëpi, atëherë do të detyroj që ta marr sot tek Starbucksi $7 plus $2 tipin $9. Okej. Të marrim pak frym për kafen tonë $9, por duhet patjetër që të porosis kapsulat e Nespresso sepse kanë nxjerrë dhe kapsulat e reja tani për festat. Ne bashkë shifemi pas punës, do mundohem t'ju marr pak me vete në punë sot, megjithëse tashmë procesi im i punës është pothuajse i njëjti dhe mund t'ju marr me vete të pjesa më e rëndësishme e punës, si është tek laboratori dhe të pjesa ku ne bëjmë prodhimin e produkteve. Kështu që ejani me mua ta kalojmë këtë ditë së bashku. Starbucks dhe doja që të merja kafen time që marrë gjithmonë pecan crunch oat milk latte, por nuk kanë pecan, kështu që do provoj pumpkin spice latte, kështu që ta provojmë bashkë pasi ta marr dhe t'ju tregoj se si do jetë. Kafe që unë kam marrë është kjo, pumpkin spice latte që ju thash. Goca më pyetin nëse doja atë si shllak që ka nga sipër, dhe unë i thash po, por nuk më pas ka vendosur, pra është më ta kthej shumë sepse unë të derdhet. Është e mirë. Kafe me kungull. Okej, tani vazhdoj po punoj. Edhe bashkë shifemi pas punës ku të mbarojmë. Atëherë, ora tani është 4:30, jashtë nuk duket sikur është ditë akoma, por ka filluar të bjeri, pra po perëndon dielli, ka shumë pak diell. Do filloj shumë shpejt që të errësohet, duke qenë se ne këtu në Amerikë na është ndryshuar ora. Di që në Shqipëri është ndryshuar një javë para, por këtu te ne është ndryshuar në datën 2 nëntor. Por nuk jemi për të rënë në depresion, sepse është thjesht një gjë normale. Nuk është se është diçka e jashtëzakonshme për të cilën ne duhet të qajemi nga mëngjesi deri në darkë. Thjesht është një fakt që errësohet pak më shpejt, do vlem një orë gjumë më shumë, pra ka një të mirë, nuk është se është e gjitha e keqe.
haul të shpejt, kemi shumë kohë në fakt pa bërë supermarket haul. Kështu që le të shikojmë bashkë se çfarë kemi marrë shpejt tek Gianti. Atëherë këtu kemi 2 koli të vogla me ujë Deer Park. Këtu kemi sallamin tonë të preferuar, që është ky me mish gjeli, turkey. Këtu kemi 2 qeste me mandarina. Besoj që të jenë aq të mira sa të parat që ne kemi marrë, të ishin në ofertë merrje 1 edhe mos e paguaje 1 merr tjetër palas. Këtu kemi 2 pako me kastraveca të vegjël, sepse ta ka qef Ryan, i ha me krip. Por edhe ne kemi qef. Këtu kam pas dhëmbësh, është kjo nga Crest, nëse po shqiptoj mirë apo jo, dhe është Deep Clean Mint. Kjo më pëlqen shumë, që kur kam provuar për të parë, mendoj se kjo do jetë pasta të cilën do e përdor gjatë gjithë kohës. Marr gjithashtu edhe këtë që është tip listerine, por është shumë herë më mirë se sa listerine dhe më pëlqen vërtet shumë, ban aromë fantastike. Kam marrë një laps vetullash nga Elfi, këtë që unë përdor gjithmonë, brown. Këtu kemi bukë për sandwich, këto janë shumë të mira. Janë që ti bloshi, i pëlqen Rani shumë për në shkollë. Janë bukët e tij të preferuara, my favorite bread thot. Këto janë kafe nga Starbucks-i, kishte vetëm nga këto të verdha, kështu që mora vetëm një pako. Mora këto nuk më pëlqen se janë të lehta si kafe, por duke qenë se s'kishte të tjera. Kam marrë një zbukurim për vitin e ri. Okej, krishtlindjes kanë ardhur akoma, por ky babagjyshi më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, nuk më t'i rezistoja. Edhe është kaq cute, do më duket se ishte diku tek 4 ose 5 dollar. Tu kemi Olipop. Olipop. Kjo ka qenë besoj për Halloweenin, sepse ka figurën me Halloweenin. Kemi këtë tjetër watermelon lime. Kemi cherry cola, kjo është e preferuara ime. Gjithashtu dhe strawberry vanilja, dhe kjo është e preferuara ime. Edhe fundit është orange squeeze. Këto ishin me ofertë, nëse merrje 5 kushtoni 10 dollar, kështu që vendosa të merrja 5. Unë në fakt doja të merrja vetëm 2 ose 3, por duke qenë se ishin me ofertë, atëherë vendosa që të merrja të 5-ta. Dhe arsyeja kryesore që në shkova tek Gianti ishin këto letra të fytyrës, ky është paketimi me 4 copë, sepse një dua për në punë, një duhet ta vendos tek tualeti sepse pastroj fytyrën, dhe sa dy shpërndajt edhe më gjumit në secilën komedin. Pjesa tjetër, letrat e tjera janë letrat higjienike dhe të fundit janë letrat e kuzhinës. Atëherë këto janë dhe gjërat të cilat kushtojnë më shumë. Të gjitha këto kushtuan 137 dollar. Ne në fakt shkojmë shumë shpesh në market dhe nuk është se menaxhojmë shumë të pjesën e marketit dhe ndonjëherë shumë gjëra na prishin dhe i hedhim. Nuk e di nëse edhe ju jeni si mua që ju pëlqen të shkoni në market dhe të shpenzoni shumë në market, apo jeni persona që kurseni dhe bëni llogari, sepse kam parë Ersin e cila është shumë e kujdesshme tek pjesa e ushqimit dhe pjesa e marketit dhe do doja që dhe unë të isha si Ersi. Do të tregoj një gjë të vogël që është ky dinosauri, është goxha i rënd, është i verdhë dhe ka këto jeshilet shumë të bukura. Kjo është një dhuratë për ditëlindjen e Ryanit, është para kohe, por është vërtet shumë i bukur, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Dhe di që ka ndëruar Ryani ka fjetur me këtë, domethënë ka mbajtur kështu tek qapa dhe kur zgjuan në mëngjes e kishte vendosur poshtë krahut kështu po e mbante dhe ndërkohë që duke ngrënë sanduiçe në mëngjes, domethënë ka qenë një skenjë që nuk kam për ta harruar sepse më kujtoi Ryani kur ishte i vogël, domethënë që ishte diku te 3 ose 4 vjeç dhe i mante ata rushat e vegjël kështu edhe hante bukë i përgjumur. Shumë cute. Okej, t'ju japim një hug. Hug të gjitha goçave. Hello nga dita e dytë e këtij vlogut. Atëherë, shikoni tashmë që jam përgati, kam bërë edhe make-upin, por më duhet që të mbaroj flokët pra t'i thaj dhe të përdor produktet e Olaplexit. Atëherë, produkti i parë që do përdor është ky hair protector numri 3. Por nëse do kisha përdorur rregullisht tani do kishte mbaruar. Do përdor tek këtë bond smoother-in që është numri 6, ndërsa vajin e flokëve nuk do ta përdor sepse nuk dua që të më vajoset shumë pjesa e rënjës. Gjithashtu do përdor dhe numri 9 që është ky hair serumi. Atëherë, do përdor të tëra këto produkte tani shpejt sepse flokët realisht më janë bërë në gjendje shumë të keqa, por kam bërë një porosi tek Amarin Le Studio, të
cilin do ta shikoni në momentin që do më vi, edhe do t'ju tregoj se çfarë produktesh ka marrë. Duhet me patjetër që të marr kolagjenin edhe biotinën, në mënyrë që flokët tonë të mos bien më, sepse realisht më kanë rënë shumë këtë periudhë. Po më shkruajti Meri, do dal me shoqen time të punës, Merin. Atë arsyeja që ne tani po dalim është sepse Rajani në datën 12 nëntor i bie ditë e mërkur, ka ditëlindjen, do bëj 8 vjeç. Dhe në datën 15 ne do kemi një party në shtëpi me shokët e klasës. Dhe sot do përësisim tortën që do e përdorim datën 15 dhe gjithashtu muffins. Kemi blerë disa gjëra online në internet për të vitin e Rajnit, disa gjëra të tjera të i blem sot gjatë ditës dhe disa gjëra të tjera ndoshta i blem pas dite. Gjithashtu sot do shkojmë edhe në palestër. Tani do tek Starbucksi dhe nuk jam e lumtur vetëm për kafen që do marr, sepse ora tani është 11:20, unë s'kam pirë akoma kafen e mëngjesit, por sepse te Starbucksi ka dalë një filxhan shumë i bukur për Krishtlindjet, është i gjithi glass, pra është qelqi dhe është me formën e arushit, edhe ka këtë pjesën e Starbucksit si kapuçi e shil, është fantastik. Uroni fat që unë ta gjej tani tek Starbucksi që kam këtu afër shtëpisë, në të kundër pastaj do kërkoj te Starbucksit e tjerë ose do ta porosis online, sepse vërtet dua që ta kem dhe të pi kafen time çdo ditë tek ai filxhan. Kështu që le të ikim tani shpejt marrim kafen edhe do i marr me vete gjatë gjithë ditës. Gjithashtu këtu mbrapa kam çantën e palestrës, sepse me shumë mundësi pas klubi do shkojmë direkt në palestër. Dita sot është fantastike, nuk është shumë ftohtë, është 15 gradë, është diell, dhe kështu duhet të nisi çdo ditë e fundjavës pra me diell, të jetë ngrohtë edhe pa asnjë problem. Kështu që le të ikim tek Starbucksi. Por gjeta një gjë shumë të bukur, cute, që po t'rregoj tani sa po të futem në makinë. Okej, atëherë gjëja që kam marrë është ky arushi i vogël, i cili ka kushtuar $14. Është një stopër i cili mund ta përdorësh për këto kapa dhe është reusable, pra mund ta përdorësh disa herë. Edhe është shumë cute, por unë do ta përdor gjithashtu dhe si varse çelcash. Okej, shpresoj që kamera ta ketë fokusuar. Okej. Tani, shoqja ime është gati edhe më tha që do vi të më marrë të shtëpia, ndërkohë që unë isha të kërkoj kafe time te Starbucksi, sepse në fakt kështu e kishim lënë që do vinte atë të merrte te shtëpia dhe do shkonim bashkë, por unë kisha nevojë që të dilja dhe të bëja drive vet. Se kanë shumë qejf që të ngaz vet makinën, sepse kam si një tip terapie për të marrë ajër dhe për të shijuar ditën tonë, kështu që më vrap tani të shkojmë në shtëpi edhe të kalojmë te makina e shoqes.
Clubi kanë nxjerrë të gjitha zbukurimet e vitit të ri dhe janë vërtet shumë të bukura. Dhe mua sapo më pëlqeu një pemë e cila është jeshile, po i ka këto degës të bardha sikur ka rënë të dorë, siç unë e dua, dhe është kjo pema këtu mbrapa e cila kushton $190, por është vërtet shumë e bukur. Por ne këtë vit kemi menduar që pemën do ta marrim të freskët, do ta presim vetë. There's something about your face, can't stop looking your way. What do you do? Tani sa përëm tek palestra, ky është outfiti im që kam marrë tek Temu dhe vërtet shumë bukur. Edhe pjesa ka mbrapa të cilën e keni parë. Atëherë, tani do filloj që të bëj palestër. Do bëjmë diku te 1 orë ose më shumë, por më të them që jam vërtet shumë e lodhur akoma pa filluar, kështu që ja, shihemi pasi të mbarojmë. To me, you make it hard to breathe. I'm tired of the people that talk about nothing, and I'm not wasting this moment. Even though I know that letting you go would be crazy. Thinking no, I want you for myself. I don't need anybody else. Wanna leave this place. Meet me in the dark where we can both hide. No one's gonna steal our time again. We don't have to say much, let our lips touch. I will stay with you until the end. Meet me in the dark. Tani sa mbaruam nga palestra, u lodhëm pak edhe unë kam lirë sytë më shumë se sa herët e tjera dhe mendoj se ky jumpsuiti i nga Temu, se mos ky kafi tregon pak më shumë imperfeksione se sa i ziu. Kështu që do ju sugjeroja më shumë të ziun, por duke qenë se këta vinë set, nuk mund të merrni, domethënë duhet i merrni patjetër të dy. Ne do ikim në shtëpi. Unë kam marrë disa gjëra të Sam's Clubi, kam marrë chicken që të ha tani për drek, kështu që nuk do më duhet që të gatuaj, por do t'i bëj një supermarket haul për të shkojmë në shtëpi. Kështu që shihemi për 1 minutë. Sa përda nga palestra, vesha direkt të bluzën e cila është me push, nga poshtë kam akoma jumpsuitin e palestrës, por më hyri vërtet një ftohtë shumë i madhe. Kam vendosur sot syzet e mia të vjetra sepse një nga gocat më tha që këto syzet më shkonin shumë. Timi sinqert, më kishte munguar të shikoja veten me këto syzet. Siç i premtova, po i bëj supermarket haul shumë të shpejtë, e di që këtu mbrapa shihni një rrëmuj të madhe me N. Oleni është munduar që të sistemoj, nuk ka faj shkreti, por ka bërë aq sa ka mundur. Kemi marrë kompostën e pjeshkës, e cila është shumë e mirë. Oleni ka hapur edhe ka provuar. Normalisht edhe ka ngrënë. Këtu janë 2 bukë të cilat janë pen cubano, cuban bread. Edhe te Sam's Clubi bukët i bëni vetë. Pra bëni një bukë të freskëta dhe unë të gjë nuk e dija dhe këto ishin super të buta. Kanë shumë të mira për t'i bërë brusketa. Unë kam shumë kohë pa bërë brusketa. Dhe tani kam marrë uria, në fakt do doja shumë që t'i haja, por duhet të dalim patjetër tani Maleni të shkojmë të marrim pak peshk, sepse na duhet që ta kemi për fundjavën. Edhe këtu kemi chicken, e cila është e gatuar në grill. Kjo ka kushtuar gati $12 dhe ka brenda më duket 4 apo 5. Do thjesht i vendos në mikrovalë edhe i ke gati për të ngrënë. Nuk para blej kështu ushqive të gatshme në supermarket, por këtë radhë thash ok, po i bie shkurt edhe po marr pun, duke qenë se do ishte të vitën jashtë shtëpisë edhe nuk kishte se kush të gatuante. Këtu kemi një paketim me patatina të vogla mini, janë 42 copë. Këto i kemi marrë për të vendosur tek qese që të përgatisim nesër për ditëlindjen e Rajanit. Besoj të përgatisim nesër ose për gjatë javës. Do t'i vendos nga një nga këto patatinat brenda dhe këtu janë pothuajse të gjithë patatinat tona të preferuara. Këto janë të mira, këto pak të mix mua pëlqejnë, domethënë janë pothuajse të gjitha të preferuara. Kemi dhe koshka. Këto janë 42, por e shikoni shumë qartë që e kanë hapur, edhe kemi ngrënë një ca. Shpresoj shumë që të lëm 22 saç na duan për fëmijët. Gjëja e fundit që do t'rregoj është kjo për tualetin. Shoqja ime mori një paketim që kishte 4, por duke qenë se nuk e kam përdorur asnjëherë këtë, më tha që po t'i jap një që ta provosh edhe nëse të pëlqen të marr herë tjetër. Me këtë lan komplet tualetin, pra lavaskën, lan lavamanin, lan WC-n, pra i lan të gjitha dhe kjo kthehet më duket se më tha në ngjyrë roz. Do ta provojmë bashkë të lan tualetin, unë di e kam lar tualetin, kështu që me shumë mundësi do ta shikoni tek video tjetër, sepse kam thënë që sot do dita e fundit që do filmoj vlog. Gjithashtu ne do ikim tani shpejt të marrim pak salmon, të marrim pak peshk, ne marrim edhe pak karkaleca sepse kam vajt mendja për karkaleca, edhe të kthehemi në shtëpi edhe të editoj këtë video në mënyrë që ta shikoni nesër që është e diel.